po e filloj këtë fjalë me një citim të shkurtër. Më vjen turp që në një histori 20 vjeçare, ku sa herë që ka fushat premtohet ujë 24 orë. Pas 20 vitesh ende nuk ka ujë. Nëse do të kisha qenë në pushtet për 8 vjet dhe nuk do ta kisha zgjidhur këtë problem, do të kisha ikur. Kjo nuk është fjala ime, kjo është fjala e kryeministrit që ka premtuar në 2013, pra para 12 vjetëve që ai kishte ende në opozitë dhe fitonte mandatin e parë. Sot jemi në 2025, kanë kaluar 12 vjet dhe qyteti i Fierit vazhdon të vuajë nga njëjti problem i turpshëm, mungesa e ujit të pishëm në një pjesë të madhe të territorit, ndërprerje të vazhdueshme në të gjithë territorin, në të gjithë furnizimin e ujësjellësit, dhe një shërbim që jo vetëm nuk përmirësohet, por përkeqësohet nga dita në ditë. Nëse në 2013 kjo ishte një turp kombëtar, sot pas kaq vitesh pushtet qendror dhe vendor në duart të njëjtës parti, nuk është vetëm turp, është një dështim historik për qeverisjen e qytetit Fierit. Mungesa e ujit nuk është një problem imediat, nuk është një problem i emergjencës kombëtare, është një problem kronik. Nuk jemi këtu vetëm për përmbytjet e djeshme dhe të sotshme të Vjosës, ato janë një fatkeqësi natyrore e ditëve të fundit. Por as kjo nuk është justifikim, pasi të zgjedhurit të cilët paguajnë për planifikim, parandalim dhe zgjidhje, duhet të kishin siguruar një qytet mos dilte jashtë funksionit. Por kjo nuk ndodh, sepse ata nuk punësojnë njerëzit e aftë. Punësojnë vetëm njerëz për bindje partijake dhe jo për aftësi profesionale. Dhe kur drejton një qytet me militant në vend të specialistëve, rezultati është ky që shohim sot. Fieri pa ujë të pishëm, ndërkohë që qeveritarët bëjnë shfaqje mediatike pranë zonave të përmbytura. Problemi i ujit në Fier është i përhershëm, për te çdo emergjencë natyrore. Ne jemi dëshmitar të ndërprerje të vazhdueshme që nga mëngjesi deri në darkë. Ujësjellësi i Fierit të ndërpret ujin pa paralajmërim, shpesh pas një shpjegim, kur njofton vetëm në Facebook dhe shpesh vetëm pasi ndërprerja të ketë ndodhur. Ky nuk është informim, ky është thjesht propagandë. Ku ta lexojnë këtë njoftim të moshuarit? Ku ta shohin ata që s'kan Facebook? Ku ta kuptojnë njerëzit që punojnë gjithë ditën? Institucionet duhet të përdorin teknologjinë dhe çdo mjet serioz komunikimi për të informuar qytetarët. Njoftimi nuk është dëshirë, është një detyrim ligjor. Institucionet që duhet të përdorin teknologjinë për çdo mjet serioz komunikimi për të informuar qytetarët. Ndërkohë, sipas raportit të ERU, Fieri ka 18 orë ujë në ditë mesatarisht, shumë larg standarde minimal të 24 orëve të premtuara. Pra nuk është një problem natyror, është menaxhim, përgjegjësi dhe mungesë pune të bërë. Por nuk mungon vetëm ujë, mungon dhe energjia elektrike. Thuajse çdo ditë Fierit i ndërpritet energjia elektrike pas një paralajmërim. Ose nuk ka ujë, ose nuk ka drita, ndonjëherë dhe të dyja njëkohësisht. Bizneset dëmtohen, pajisjet shtëpiake digjen, frigoriferat e ushqimeve prishen, familjet mbeten në errësirë. Kush nuk mban përgjegjësi, asnjë kompensim, asnjë plan, asnjë transparencë. Sikur jemi një qytet pa institucion, pa përgjegjësi, pa drejtim. Disa pyetje publike drejtuar Bashkisë Fier. Ku janë studimet e mirë menduara për zgjidhje konkrete? Ku janë afatet kohore që merrni përsipër të realizoni këto vepra që prodhojnë studimet? Nuk mund të lani gojën me njoftime të përditshme për ndërprerje. Duhen dhënë afatet kur do marri fund kjo situatë. Pse nuk shfrytëzohen profesionistët, inxhinierët, urbanistët, ekspertët që ka ky qytet, përfshirë këtu dhe specialistët me përvojë, edhe ata që janë në pension, të cilët e njohin rrjetin më mirë se kushdo. Pse vendosen njerëz partije e jo njerëz profesioni në krye të detyrave? Qyteti nuk është një fond pune për militant. Qyteti është përgjegjësi, qyteti është një detyrim. Qyteti është jeta jone e përditshme. Ne duam zgjidhje, duam përgjegjësi e duam tani. Ne nuk jemi këtu të kërkojmë favore. Ne jemi këtu të kërkojmë të drejtat tona themelore. Furnizim me ujë të qëndrueshëm, njoftim transparent dhe me kohë, investime reale, jo vetëm në letër, llogaridhënie për çdo ndërprerje pa arsye. Dhe largim nga detyra e kujdo që se përmbysh atë detyrë që ka marrë përsipër. Përfshirë këtu dhe drejtuesit e bashkisë që kanë për detyrë të kontrollojnë dhe kërkojnë llogaridhënie dhe respektim të kontratës për çdo nënkontraktor që ka marrë përsipër kryerjen e veprave madhore. Ne duam ujë sot,
Ne duam drita sot, ne duam një administrim që punon për qytetarët, jo për partinë. Ju faleminderit. Jemi mbledhur sot për të protestuar për mungesën e ujit dhe të energjisë elektrike. U bën disa kohë që ka ndërprerje të shpeshta dhe këto pa paralajmërim. Gjë që bën që neve në familjet tona mos të bëjmë shërbimet tona si përlarje, gatime e tjera e tjera. Jemi vendi i dytë për burime ujore në Europë, pas Norvegjisë. Dhe është merr që pas 25 vjetësh neve të mos kemi ujë në familjet tona 24 orë. Kryeministri, kur mori pushtetin, premtoi që brenda mandatit të parë unë do merrem personalisht me ujin dhe nuk do iki pa ju dhënë ujë gjithë shqiptarëve. Por ndodhi e kundërta. Kryeministri nuk ka me mendjen as për ujin, as për energjinë elektrike dhe as për shqiptarët që vuajnë mungesën e ujit. Në çdo rreth, në çdo qark, në çdo qytet, në çdo fshat ka mungesa të kësaj natyre. Prandaj unë e di pse vjen kjo. Kjo vjen sepse është bërë një qeveri komplet hajdute. Pas qeverisë hajdute është dhe një qeveri tjetër vendore, po kështu dhe hajdute. Shumë investime në bërë, po varet se sa ka shkuar në bërjen e punimeve cilësore të këtyre rrjeteve. Prandaj mendoj që duhet të ngrihet zëri i qytetarëve komplet me qëllim që këta të ndryshojnë rrjetën e qeverisjes dhe të menaxhimit të këtyre burimeve. Tjetër gjë është sepse përderisa vidhet nga qeveria qendrore, vidhet edhe nga qeveria vendore. Të gjithë drejtorat që vendosen në qark apo në qeverinë vendore vjen me nepotizëm. Janë o bij, ose bija, ose nipër, ose mbesa të politikanëve. Dhe para se të vihet ky drejtor, duhet paguaj tarifën atij politikanit që vendos, dhe në pas ky pastaj do i gjejnë nëpërmjet vjedhjes së tenderave. Të pjesës të tenderave duke quar që punimet të mos bëhen me cilësi të mirë, mos të bëhen me material të mirë, por edhe të plotësojnë atë kodrën që u jep këtyre pushtetarëve. Spiro, do thuar diçka. Spiro, do thuar diçka.